Jo, nuk kam dëgjuar do një gjë. Shiko, në një teleshikueshmëri kaq të madhe thashë theme do ketë. Do ketë teori konspiracioni, do ketë edhe hiperbolizma, si thot Ina për shembull që na ka mbajt gjithëve gjesti. Po marrëdhënia e Gjestit me Eglin, a duket artificiale ajo? Shiko, ka qenë një marrëdhënie që ata i çojnë të dy në finale. Për mua ajo marrëdhënie i çojnë të dy në finale. Nëse nuk do ishte ajo marrëdhënie, por që ka gabuar, për mua nuk duhet të kishte rihyr, dhe kam përshtypjen që rihyri për të mbajtur lojën e saj, por ndjenjat nuk fshihen, s'ke ç'bën, ndjenjat dhe kolla nuk fshihen, nuk i fshet dot. Dhe nuk ajo Egli nuk e përballoi dot. Kamera sonë rran? U kthye, jo, kamera nuk gënjehet dot. Dasma dinkoi shumë, s'diskutohet, dhe për mua ka qenë një marrëdhënie e cila duke pas dinamikën e saj, refuzimet e Gjestit, insistimin e Eglit, këmbguljen e saj, donjëherë edhe për atë që u akuzua si urdhëroi na fol, e lash. Se jo të gjë gjithë. Urdhëro, jepi. Po du me fol pak ka ona femnës, që ka duru ajo Egli aty, unë mendoj që e ka bo veç për me shku deri në finale, se e ka ditë që Gjesti. Po prej kujt i ka duru? E ka duru prej Gjesti, do me thonë, sa shumë e ka injoru, sa shumë e ka ullë poshtë. Që do të s'ka bërë mirë, ti s'doj bëje. Unë si femën si kisha duru. Nuk i kisha duru as për qmim, as për finale, as për faj, nuk ka Gjesti që e ka... Me ullë poshtë ka që shumë një djallë, nuk i kisha leju. Se më duket Big Brotherin e Kosovës ka ndodhe kundërta. Ishte një vajzë që ullë të poshtë atë. S'muj me thonë që në fillim e ka ullë poshtë, po ka mendu me boloj, po tani e ka ullë vetën. Pastaj ajo erdhi tek Big Brotheri i Shqipërisë dhe ndroi vende. Çfarë i bën këtu, filloi të bënte ai atje. Po, çashtu, ama unë... E ka thënë në video që ka marrë për akmarrje. Po, ajo vajza... Ka qenë herë parë që unë kam nxjerrë nominim. Po, mendoj që kom e vazhdu lidhja atymve pas shtëpisë. Si e shet ti? Pyetje. Shiko, unë nuk e... Çështja është se janë edhe një brez që ndonjëherë jetojnë dhe për TikTokun dhe për klikime. Që kishte shpeshherë kimi mes tyre, kishte, por në qoftë se keni parë 2 ditë para finales, Gjesti është në divani dhe më ka thënë bab më fol se ty të ngoj. Dhe i tha shiko, ju keni shumë mos përputhje me njëri tjetrin. Dhe me kaq mos përputhje që keni me njëri tjetrin, o ti do ndryshosh nga përkushtimi kaq i madh që ka Egli ndaj teje, se tashi nuse katuni Egli nuk bëhet. Ashtu si Loredana, nuse fshati nuk do bëhet. Nuk ta mje lopën. Jo, nuk ta mje lopën. Ja, Gjesti Prishtinje të të. Në shehër të madh. Po flas, po flas si mendësi, që çonë bë kafen, gatujmë, lajmë, shplajmë, hekuros. Jo, ato janë. Çka është ajo, çdo femër duhet më po nuse e shtëpisë. E po ajo nuk bën. Pa parasysh Amir është me arrit reality show, a je mesa, modela, qka do që je qatë moment që bëhesh nuse e dikojt që ato pun duhet me i kry, sa jo ashtu kështu në shpe i ka kry, para kamerës. Që ato pun duhet me i kry, po edhe buris duhet me usil me brek, ta nditën shpe. Për këto e vërtet, po e vërtet. Bravo, ta të kiti, që që ke mirë. Ta në të si ka fitu Gjesti, më së bon marat. Shuqë, a do vazhdoj... Tash me po më vetë dikush më ke posë qef që ka fitu posë, është një Kosovës, po tham ju. Ne jena të dialogu, jo të debatu. Ani dhe se këta gjithmonë kanë marrë qmimet e na, tash edhe dikush i joni, du të me marrë të jo. Unë, kur ka marrë për e të parë këtu, Sadria më ka dhënë një nder, do me thënë shumë të madhë, dhe dua ta quaj nder, jo të çmim, se ishte nder vërtet, do me thënë që më bërim, të më lejohet neologjizma në Shqip, dhe kam qenë shumë i emocionuar atë ditë. Dhe siç na prisni në Tiranës, juve në Prishtinë, ne jemi dhe shërë më i madh se ju. Dhe do njerë harojmë do njerë dhe nuk jemi dhe ajtë. A eftojmë edhe një, është edhe dikush mbro, pa është dhe me thonë... Kush? Ish femra Gjestit. Kush? E keni përfull shumë në për media kështu. Mos i Djeza, nuk një si Djeza, po është Miss Kosovë, ka qenë faktisht Arbura Recaj. A e fëtoj me dorë të gjithë. Unë mama mi se edhe? Unë mama mi se gjej. Ja, i ti? Ida? Mund t'ulesh. është më mirë kështu, Mesa, hajde. Dy me po në najute. Ate që jeton në Greqi? Mamaja? Po dhe, me po hurë. Jo të keqen se fillon pastaj flet nuk lë njerit flas. Le që je burdhra të rjetën. Faleminderit shumë që erdhe Arbora. Faleminderit për tesën.
E ke përcjell Bigun ajo? Shka në Bjëndin në hallje. Shumë. Faleminderit Sadri për këtë Për këtë pritje madhështore. mikpritje kaq të ngrohtë që më ke bërë, po. Po i nola edhe klimat. Sadria e ka ambienti di ngrohtë që është. je marakli ko gjaj madhi femna për që ata na ka thirë dhe na ka I bufti. sholla në Bjënd gjesti se... Se qa ka, po të vi? Sa me... Jo, shumë thot ta kam tritë dhe asgjë, jam bëm ha... Pastaj më thua qa ke thënë hajgore, thot dhe veikën, se qa do bëj? U kryç dëse. Po, u kryç dëse dhe mbaroj mua beti, po. Po, s'ke që thua. Notën e mirë, I fute një notën e mirë, thua, ajde këtu më të sqaroj, jo, le, po. S'ke që do, mos i hin thellë. Çka kemi thonë sonte lajrit, po besoj e ke përcjell Bigun, sigurisht. Ata shiku si kanë pas për vete ata. Shumica kësaj herë më duke që kanë qenë më shumë ata persona që e kanë shiqu Big Brother. Ka qenë kogja i shiqushëm më shumë se sa hera tjera. Ndoshta për shkak edhe Gjisi që ka qenë pak tip ma... A ti kjo nga emisioni? Dëgjo, po qa mësove të Ta ku? shpëjthem lajeti faleminderit, ja po dëgjoj. arsye është shumë debate ka pas në Big Brother, me qenë se kësaj here ka qenë Big Brother ma shumë agresiv duket në përgjithësi banorë. Si kam parë tjera të në jo, si kam parë si Po, tjera. Jarbura, Por edhe intervistat në përgjithësi është përfull që ish femra Gjisit, dhe me thonë, dihet zamën është me qenë tja, është e vërtejta? Në fakt, unë jem ish femra e Gjisit, po që realisht nuk kam dashur me u shfaqë në media, edhe për atë arsye jëm ardhë paka shumë edhe më ballafaqu me lajt. Jo, shumë e Po çka gjatë. të ka bo? Je shumë e gjatë, s'ka mundësi të kesh një femra gjestit, mos blenë. Pale me karrige. Okej, unë jam marrë me të provoku paka shumë ty, pra, me okej, me vazhdo, ditë paka jepi. shumë mendimet e Jepi, e mbaj tua. unë, I kam mos ke pa merak. edhe shumë intervista që realisht i ke pas gjatë kohëve të fundit, edhe njërën ndër intervistat e fundit që e ke pas, mbas përfundimit Big Brother, ka qenë një intervistë që realisht nuk është më ka pëlqyer gjatë shumë, sepse e ke shpreh shumë atë mospëlqimin duke ndaj kosovarëve dhe ndaj Gjisit. Jo, Ja, Kosovarëve. ndaj kosovarëve jo. Ma shumë normalisht ndaj Gjisit, A, Gjesti nuk përfaqëson Kosovën, përfaqëson veten e vet. Ashtu si shumë nuk përfaqësoj Shqipërinë. Madje as maman time se përfaqësoj dot, vetëm veten time përfaqësoj. por realisht gjatë Big Brother, gjatë edicionit Big Brother, shumë herë është përmend realisht për Kosovar, edhe kështu që sa herë, më thonë ai ka fol, është potencu që ai është pashku. O Jarbura, qysh më të besu që dhe me thonë ish femra Gjisit, është talona pak lajrit, qysh më të besu? Po tash mendimi është i ti, a beson ajo? Jo, në asnjë mënyrë nuk besoj. Pse nuk beson? Po është shumë e bukur për të qenë ish femra gjestit. Dhe e gjatë. Dhe me thonë, në momentin e parë lajrit i për ta sill. Jo, po them të vërtetën. Çka, po ke folë realisht. Ke marrë realisht. Çka e gëm? Si Çka nëse pëlqen se lajrit për shembull të shpreh propozim sonte ty? Jo, nuk shikoj, Laerti nuk mund të shpreh propozimin kështu si martohemi, jo. Jo,